Përshëndetje miq të Biofolk dhe ju të Radio Eani, kam kënaqësinë dhe nderin të kem në këtë emision profesor Vaso Tole, nënkryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Zoti Tole, është shumë kënaqësi dhe nder që të kam në Biofolk. Në fakt, është kënaqësi për ne që të kemi këtu në Akademinë e Shkencave. Një njohës i mirë i traditës, i folklorit, një hulumtues i mirë, për mua është vërtet një vlerë e çmuar e Shqipërisë që ju gjithmonë sillni botime interesante, pra për të ruajtur atë vlerë që ne kemi më së shumti në çdo cep të Shqipërisë. Për fat, ende trashëgimia jonë kulturore është e gjallë, në kuptimin që prapja gjeografike ende provon se Shqipëria është një vend ku trashëgimia nuk është në zhdukje. Por sigurisht ka dhe veçoritë e veta specifike, sidomos në zonat urbane, ku zhvillime teknologjike, ato të urbanizimit ekstrem, apo qoftë edhe fenomenet e globalizmit kanë ndikuar që disi të rrudhen, por jo, mund të themi që ende Shqipëria është një vend ku trashëgimia kulturore gjallon dhe prov janë edhe lista e shtuar e dukurive, me që po flasim jo materiale, në listën kombëtare dhe po ashtu dhe regjistrimet më të fundit të saj në listat e pasurisë botërore të UNESCO. Dhe në listën pra më fundit ishte Lahuta, që u fut në listën e UNESCO-s. Çfarë përfaqëson ky instrument për identitetin ton kombëtar, kulturor, muzikor dhe pse u desh që të futet në listën për të mbrojtur nga UNESCO ky instrument? Është një pyetje e bukur, po ajo që do të thoja është që Lahuta është thjesht fjala kyç, sepse mbas lahutës, mbas instrumentit lahutës, është figura e mrekullueshme e rapsodit shqiptar, e rapsodit i cili mbart edhe fsheh brenda vetes vet edhe poetin, pra atë që nxjerr vargjet, që krijon vargjet, edhe muzikantin, atë që i muzikon vargjet. Pra, Lahuta ka krijuar një stereotip, do ta quaja, shumë interesant, muziktarit që luan në vegël dhe të muziktarit që këndon me vegël, dhe në këtë formë rapsodët janë një qenie sa mitologjike aq edhe aktuale, sepse tradita e rapsodëve vazhdon në zonën ku pozicionohet Shqipëria prej mira vitesh, prej kohëve homerike, ndoshta edhe më tutje. Dhe në këtë aspekt regjistrimi i lahutës pra synon të kthej vëmendjen jo thjesht ndaj instrumentit, po ndaj instrumentit në duart e rapsodit, që për së vërtetës prandaj dhe u regjistruar në listën e dukurive që ka nevojë për mbrojtje urgjente, sepse numri i rapsodëve është ulur shumë. Dhe sigurisht duke ulur numri i rapsodëve, ulet dhe numri i lahutave në përdorim, sepse kush do t'i përdor ato, nëse nuk i përdorin rapsodët. Dhe kjo është e lidhur pastaj edhe me veçoritë që kanë të bëjnë me mbështetjen që do t'i bëjmë atyre që e prodhojnë lahutën. Normal që tradita e kërkon që lahutat shpeshherë prodhohen prej rapsodëve, por tashmë kohët kanë ndryshuar dhe lahutat punohen edhe prej mjeshtrave të prodhimit lahutave, të cilët ndonjëherë janë dhe rapsodë, se mund të mos jenë. Kështu që ky kandidim dhe ky regjistrim kompleks i sjell në vëmendje jo thjesht popullit një vlerë të jashtëzakonshme që tashmë u certifikua si e tillë dhe u certifikua jo thjesht si një vlerë e Shqipërisë, po si një vlerë e shqiptarëve, pra përtej kufive të shtetit tonë. Dhe nga aspekti tjetër ngrihet le të themi vëmendja, kujdesi për nevojën që ka lahuta, rapsodët, mjeshtria e prodhimit të lahutës për të ruajtur dhe për të transmetuar, pasi gjendja nuk është shumë e mirë, mund të themi që as e mirë nuk është, por që e kemi kapur pikërisht në momentin kur tashmë duhet të ngrihemi lart se më poshtë s'kemi ku të shkojmë. Çfarë duhet për ta trashëguar të instrument tek brezat e rinj? Çfarë nevojitet më tepër, pra që të rinjt të njohin më tepër të instrument, ta përdorin më tepër dhe kjo të vazhdojë trashëgimin? Atëherë, thelbi i përgjigjes që do t'jap është transmetimi. Si ta bëjmë që lahuta të këndojë? Si të bëjmë që zinxhiri i gjeneratave që interpretojnë lahut të mos ndërpritet? Pra të mos kemi, le të themi, rapsod të 70, 80, 90 vjeçar dhe pastaj bosh mbas tyre, diku
në një rapsod 30 vjeçar dhe diçka. Pra të kemi një hierarki vlerash edhe moshash. Aspekti tjetër është duhet vendosur në mbrojtje figura e rapsodit. Do me thënë nuk mundet që të gjithë, siç u thash pak më parë, të gjithë e kuptojnë nevojën që ka një monument kulture për të restauruar, por askush nuk e kupton që si duhet mbrojtur një dukuri jo materiale, siç është për shembull lahuta dhe rapsodi. Thjesht duhet vënë në mbrojtje rapsodi. Si vjet në mbrojtje? Në dy aspekte. Ai duhet ndjerë mirë moralisht, që mbart një trashëgimi qindra e mijëra vjeçare, dhe aspekti i dytë është financiarisht. Ndryshe nga sa që janë grupet e polifonisë në jug, që janë grupe masive dhe ndonjëherë kërkojnë dhe shpenzime shumë më të mëdha, po dhe për ato duhet bërë njëjta gjë, por lautarët e kam dhënë mendimin tim që ata që kanë ngelur, se nuk janë më shumë se 10-15, duhet punësohen si punojnë pranë qendrave kulturore të bashkive që kanë intensitet të lartë të përdorimit lahutës. Ky është aspekti i parë. Aspekti i dytë është shteti vetë. Duhet të krijojë struktura, këtu e kam parasysh Ministrinë e Kulturës, duhet të krijojë struktura të posaçme për monitorimin dhe mbikëqyrjen e listës së monumenteve dhe atyre dukurive jo materiale që ka të regjistruar në UNESCO. Më lejoni të përmend për dëgjuesit e emisionit tuaj, kemi Parkun Kombëtar të Butrindit, në 92-shin kemi Qytetin Muzet Gjirokastrës në 2005-ën, Qytetin Muzet Berati 2008-ën, kemi Polifoninë me ISO në 2005-ën, kemi Xhubletën, kemi Kcimin e Tropojës, kemi Trashumancën, kemi Kodik të Beratit në kujtesën e botës, tani po futet dhe Muzeu Marrubit te praktikat e mira të mbrojtjes së trashëgimisë gjithmonë në UNESCO, kemi pjesën tonë të liçenit të Ohrit. Pra bën mbi 11-12, le të themi, regjistrime që ka Shqipëria dhe tashmë strukturat aktuale që ka Ministria e Kulturës, që mbulojnë gjithë trashëgimin e Shqipërisë, nuk besoj se do të jenë në gjendje që të kenë fokus të veçantë vetëm këtë gjë. Kështu që duhet krijohen një strukturë e posaçme vetëm për këtë çështje. Dhe sigurisht aspekte që lidhen me studimin e saj, Akademia e Shkencave, Instituti i Antropologjisë po bën punën e vet, sepse në arkivin e institutit janë të regjistruar lautarët kryesorë deri në vitet 90, studimet mbi këtë fushë, krijimi i inventareve, pra duhet ta kemi dokumentuar përmes inventareve të formatit qoftë manual, qoftë digital, le të themi emrat e rapsodëve, rapsoditë që ata krijojnë, tekstet e tyre, mundësisht audio, video të materialeve, dhe këto janë të gjithë këto element së bashku krijojnë atë, le të themi, situatën për ndryshimin e gjendjes dhe pastaj fare kollaj lahuta kalon nga lista e dukurive që ka nevojë për mbrojtje urgjente në listën përfaqësuese, pra është një akt i brendshëm pa aplikim fare. Zoti Tole, nga ndryshon lahuta jon unike me instrumentet e ngjashme në Ballkan, lahuta? Ndryshon nga etnotipi shqiptar, nga mënyra se si shqiptari, se si gjua shqipe, se si mendimi shqiptar, se si kjo diebërja shqiptare i qaset lahutës. Ndryshojnë për masat e lahutës. Ndryshojnë llojet e drurve dhe element tjerë se si ndërtohet lahuta. Ndryshon mbi të gjitha ajo që unë e quaj një metodë kompozicionale se si shqiptari mendon, si këndon, njëkohësisht që interpreton me lahutë. Unë mendoj që formatet e eposit legjendar të shoqëruar me lahutë, që janë më të vjetrat, e rendisin eposin tonë dhe lahutën ndër eposet më të vjetra europiane. Pra, gjithmonë para shekullit 8, para kohës kur slavët kanë ardhur në Ballkan dhe sigurisht para turk. Aspekti tjetër është që është një tipar shumë i qëndrueshëm i eposit tonë, fenomeni ktonik i tij, pra fenomeni që lidhet me tokën dhe me nën tokën. Pra janë, si me thënë, gjasa dhe element të cilët e provojnë eposin tonë si shumë të vjetër. Dhe sigurisht, një aspekt tjetër i vjetërsisë së eposit është fakti që erojnët në epos nuk janë erojnë historik, janë erojnë kulturor. Pra bëhet fjalë për një, le them, periudhë mitologjike ku shqiptarët prej mira vjetë që kanë qenë në trojet e tyre kanë krijuar këtë mrekulli që tashmë është dhe pasuri botërore e njerëzimit. Sipas mendimit tuaj, sa e njohin të rinjt këtë instrument ose këtë traditë të lahutës? Në pikpamje të njohjes konkrete, pra që ta marrin instrumentin e lahutës dhe
të pretendojnë që mund të interpretojnë të jo, nuk e njohim, sepse pikërisht dhe ky është nga problemet që kemi sot. Por në pikpamje të njohurisë, le të themi fillestare, që lauta është një instrument i lashtë që me të këndohet e posikreshtnikëve, apo dhe formatet e tjera e njohin sepse në lëndën e edukimit muzikor ka pak, le të themi, mësime të caktuara që i kushtohen folklorit muzikor shqiptar dhe lautës posaçërisht. Por me që ma bët të pyetje, ky është dhe një nga elementet më të rëndësishëm të transmetimit të dukurisë, që mjeshtrat e zonave ku ka laut, ku ka dhe shkolla, duhet që në orët e mësimit të muzikës të shkojnë dhe ta demonstrojnë konkretisht për fëmijët e shkollave. Së fundi, profesor Vasto, dhe një mesazh për shëndetje dhe një urim për festat e fundvitit për gjithë dëgjuesit e emisionit Biofolk dhe të Radio Ejani. S'pari urime për emisionin tuaj, që është një dritare e hapur për promovimin e vlerave të trashëgimisë sonë kulturore. Uroj që viti i ri të ketë shëndet në të gjitha familjet, në gjitha komunitetet dhe në popullin shqiptar, dhe në mënyrë të veçantë tek të gjithë bartësit e trashëgimisë sonë të mrekullueshme muzikore nga veriu në jug, të cilët me qenien e tyre, me trashëgiminë e tyre mbajnë gjallë tradita të cilat nuk janë thjesht tradita të popullit shqiptar, por janë tradita europiane që populli shqiptar i mban jetë. Shumë faleminderit dhe shumë kënaqësi dhe nder që të kisha të ftuar në këtë program. Shumë kënaqësi. Gjithashtu.